Përshëndetje të dashur miq të mi të emisionit Personazh në Fokus. Sot nuk jemi në një emision të plot, po jemi në një kronik speciale me një djalë nga qyteti i Lushnjës. Ky është Sion Sinani, 10 vjeçari, djali që është certifikuar para disa ditëve në një aktivitet sportiv në qytetin e Durrësit, duke u certifikuar si njeriu i vitit në futboll për moshat U11. Sion, ju jeni pjesë e futbollit. Si ndjeni sot dhe kush jeni ju? Falenderoj televizionin Apollon dhe unë jam Sion Sinani, jam në moshën 10 vjeçare edhe e kam në zemër futbollin, e kam në zemër nga trashëgimia e babit. Ju e keni qef futbollin? Po. Sa vjeç e keni nisur futbollin juve? Unë futbollin e kam nisur që 4 vjeç e gjysmë, edhe kam 5 vite në futboll. Jeni certifikuar dhe herë tjetër në vende të ndryshme? Jam certifikuar dhe në ndeshje të ndryshme ose në turnera. Në moment që ju jeni pjesë e futbollit U11 në qytetin e Durrësit në një akademi sporti Manchester City Football, apo jo? Po. Si u ndjet juve në moment që ju u thirrët për të marrë Sion Sinani, merr certifikatet si njeriu i mirë në lutjen, futbollin, elegancën tënde në gjithë aktivitetet sportive në këtë shkollë? Unë kisha shumë emocione, po me dridhe i gjithë trupi, edhe kisha që të thoshe dhe ato momente. Pse pikërisht ata Sion të zgjodhën ty si djali më të mirë të sportit? Ndoshta ti ishe më i miri? Po, unë kisha më i miri, kam qenë shumë i fokusuar në stërvitje, në ushtrimet që bëra, edhe në gjëra të ndryshme. Çfarë roli keni në futboll të fusha? Roli im i preferuar është mesushor qendre. Mund të los edhe pozicione të tjera. Ku t'ja kushtoni këtë çmim që ju morët? Këtë çmim ja kushtoj babit sepse më ka ndjekur në çdo seancë stërvitore. A ke dëshirë që ti të arrish majat e futbollit? Unë kam shumë dëshirë që të bëhem një lojtar si Messi ose Ronaldo. Tani kam dëshirë që të bëhem si Lamine Yamal. Përveç certifikime që ju i keni në dorë dhe unë i shikoj, keni edhe një medalje mos gaboj, që duhet t'ja tregojmë publikut, që është një Grassroots player U11. Ju përveç këtyre që keni marrë këto certifikime, në fushën e blerë të qytetit të Lushnjës, keni dëshirë të luani kur të rriteni? Kam dëshirë të luaj edhe në qytetin e Lushnjës, sepse është ekipi im i zemrës, që kam lindur. Këdo kishit qef nga lojtarat me emër që njihni këtu në Lushnjë, jo që ti ngjanit sado pak ati lojtari? Cankën, edhe vetëm atë. Ata ke idhull? Po. Dëshiron të bësh si ai? Po. Po gola ke shnuar ndonjë deri tani ti, Sion? Po. Sa gola ke bërë? Unë ke numëruar ndonjëherë? Jo. Po pse si ke numëruar? Sepse kam bërë shumë gola. Oh, bravo. Po ditar mbani ju? Kam marrë një ditar që ma ka dhënë Manchester City. A shnoni aty ju ngjarjet e jua të ditës në sport? I shënoj ndonjëherë. Po pse ndonjëherë dhe jo të përherë? Sepse s'kam kohë. Pse s'keni kohë? Më çfarë merrin gjithë ditën? Si e kaloni ditën? Unë në mëngjes shkoj në shkollë, vi ha drekën, në orën 4 nisem për në stërvitje, pastaj kthehem në orën 7, sepse është një rrugë shumë e gjatë, edhe pastaj bëj detyrat në ora 7. Në atë akademinë e sportit që jeni në Durrës, apo jo, shkoni 3-4 herë në javë, më sa di unë. Si u gjan akademia e sportit? Është diçka e mirë e vërtet që të mbytit të bëni thirrje moshatarëve të juaj që të jenë të merren sa më shumë me sportin? Po, sepse është një akademi shumë e mirë për të mësuar sportin, sepse janë trajnera, nuk janë trajnera shqiptar, janë trajnera nga Manchester City. A të pëlqen të jesh atje? Më pëlqen shumë që të jem atje. Ka shokë të tjerë nga rrethet atje, si jeni atje, si jeni grup nxënës? Atje jemi nga qytete të ndryshme si Durrësi, Tirana, Fieri, edhe nga Lushnja. Përveç këtyre që ju shikoni që luani atje, a stërvitet vend tjetër Sioni? Unë stërvitem dhe në Akademinë e Jurt Gazhelit, që ka emrin Lushnjë 1920. Edhe përgëzoj shumë Jurt Gazhelin që më ka çuar deri në këto limitet.
Lion, të falenderoj për gjithë shka që fole për shikuesit e televizionit Apollon dhe për gjithë moshatarët e tuaj për të cilët merren me sport. Çfarë është sporti? Sporti është një ëndër e madhe që duhet ta realizosh. Ka emocione të forta si Joni, jo vetëm kur merr trofe, po edhe kur është në fushë? Po, kam shumë emocione. Të falenderoj. Faleminderit.